Perëndimor ka zgjedhur të ecë përpara së bashku me planin e rritjes si udhërfyesin ton të bashkëndar. Një udhërfyes jo drejt Brukselit, por drejt lirive dhe mundësive të tregut të përbashkët europian, të cilët qytetarët tanë i përkasin prej historisë, gjeografisë e fatit. Më mirë vënë se kur mund thot dikush, sidomos pas gjitha atyre shanseve, kur trenat e bashkëpunimit rajonal u nisën dhe ne mbetëm në platformë, duke luftuar me mosmarrëveshje të vjetra në vend që të blinim një bilet drejt së ardhmes. Po mblini ta them ndryshe, duke perifrazuar Jean Monnet në një mënyrë që i përshtatet përsosmërisht frymës së planit tonë të rritjes. Europa nuk është ndërtuar duke ndenjur në pritje. Europa është ndërtuar duke vepruar dhe nuk jemi këtu sot për të shtyrë punën sot e për të pritur kohë tjetër, por të ndërtojmë së bashku atë çfarë na takon të ndërtojmë sot. Deklaratat e pohimet kanë vlerë vetëm kur prekin jetët reale, vlejnë kur shkurtojnë distancën midis gjuhës politike dhe jetës përditshme. Njerëzit nuk e ndjejnë integrimin. Ata ndjejnë kostot më të ulura, një udhëtim më të lehtë, kufi më të shpejtë, punë më të mira, lirinë e lëvizjes. Kështu që sot, më lejoni që të rendis disa fakte konkrete, duken si 7 dyer për të çelur midis Ballkanit Perëndimor dhe Europës. Tarifat roaming midis Ballkanit Perëndimor dhe BE-s do të përfundojnë në 2026-ën. Qytetarët tanë do ta ndjejnë efektin e ardhshëm drejt për drejt në xhepat e tyre. Ne kemi hequr tarifën e brendshme roaming në 6-ën e Ballkanit Perëndimor dhe kemi ulur tarifat, ndërkohë që tashmë me finalizimin e bazës ligjore nga Komisioni, Rome Like at Home është programi midis Ballkanit Perëndimor dhe BE-s që do të jap fund sistemit ndryshëm tarifave. Bisedimet nisin fillim të 2026-s, Shqipëria do të përfundojë harmonizimin e plot akive deri në prill 2026 jemi gati. Do të jetë sukses i jashtëm pas që ka shkurtuar tashmë kostot me 5 deri në 10 herë dhe ka bërë para lëvizjet më shpejt se sa një thashë them ballkanik.